Pas ndryshimeve të fundit në rregulloren e Kuvendit, kryeministri Edi Rama organizoi një takim në vilën qeveritare ku morën pjesë 30 drejtues të komisioneve të përhershme parlamentare, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi, ministri për marrëdhëniet me parlamentin Toni Gogu, si dhe kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla. Burimet nga mbledhja që u zhvillua me dyert të mbyllura bëjnë me dije se diskutimi u fokusua te koordinimi mes qeverisë dhe grupit parlamentar në Kuvend, sidomos për çështjet prioritare të Partisë Socialiste dhe ambicjet e vendit për anëtarësimin në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Takimet të tilla pritet të zhvillohen periodikisht për të garantuar përputhshmërinë mes politikës qeverisëse dhe legjislacionit. Me miratimin e ndryshimit të rregulloreve, numri i komisioneve u rrit në 11, prej të cilave 7 drejtojnë nga shumica dhe 4 nga pakica parlamentare. Ndarja e punëve në komisione është bërë duke u bazuar në direktivat që Shqipëria duhet përmbush gjatë parafrimit të legjislacionit me standardet e Bashkimit Evropian. Një nga ndryshimet më të rëndësishme është marrja e drejtimit të Komisionit për Europën dhe punët e jashtme nga Partia Socialiste, ndonse historikisht ky komision drejtohej nga opozita. Qëllimi sipas zyrtarëve të Partisë Socialiste është që të sigurohet gjithë përfshirje dhe një koordinim i ngushtë me institucionet qeverisëse gjatë procesit të integrimit evropian. Kjo lëvizje konsiderohet si një hap strategjik i Partisë Socialiste për të garantuar kontrollin mbi legjislacionin kyç dhe për të përshpejtuar implementimin e reformave të nevojshme për afatin 2030 të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Në vijim pritet që të gjitha komisionet të fillojnë mbledhjet periodike për të ndjekur progresin e ligjeve me fokus të veçantë në fushat ekonomike, të drejtësisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, duke u siguruar që prioritetet e qeverisë të harmonizohen në procesin integrues evropian.